Kryeministri Edi Rama ka bërë një reagim në rrjetet sociale lidhur me thirrjen për pjesëmarrjen e diasporës në protestë. Në postimin e tij, Rama ka ndarë pamjet e një shtese pa leje brenda mureve të kalasë së Durrësit, që sipas tij është ndërtuar nga një protestuese që bën thirrje për pjesëmarrjen e diasporës në protestë. Mëtej shkruan se kjo protestuese nuk pranon fondin e shpronësimit të Atij Çibani, nga që i duket pak. Sipas tij, kështu funksionon algoritmi i manipulimit në rrjetet sociale. Dy fotografi dhe dy fytyra të një simboli të thirrjes për diasporën në protestë. Majtas, një shtesë skandaloze pa leje brenda mureve të kalasë të Durrësit, shteti do ta shpronësojë në kuadrin e pastrimeve për rilindjen e zonës historike, sipas projektit të miratuar. Djathtas, një protestuese e përbetuar për mbrojtjen e mjedisit që bërtet. Diaspora këtë vit nuk do të vijë për pushime, por për protestë. Ajo është vetë ndërtuesja e shtesës pa leje, e cila ka deklaruar përpara meje se do hidhet me kokë nga taraca, por nuk e pranon fondin e shpronësimit të Atij Çibani, nga që i duket pak. Pikërisht kështu funksionon algoritmi manipulimit në rrjetet sociale. Një shkelëse e ligjit, qendrestare kundër pastrimit të trashëgimisë kulturore nga Çibanët e ndërtuar pa leje, vishet me flamurin e interesit publik, vëkujën për atë dheu në rrezik dhe kthehet në heroin. Fakti pastaj që ky personazh grotesk është dhe militante e vajmedet Partisë Demokratike, e futur rastin në një kornizë shembullore të dashurisë për natyrën. Çibani ka një hipotekë nga koha e dy gishtave, shkruan Rama në postim.